Xumallushi shpërthen ndaj Eglit. Egli Tako dhe Gjesti patën në spektaklin e së martës një ballafaqim me njëri tjetrin. Ata kanë sqaruar situatat e tyre, raportin dhe për gjithë ato që kanë ndodhur më përpara. Gjesti theksoi se ja ka bërë të qartë që nuk ka ndjenja për të e se nuk i ka premtuar ndonjëherë më shumë. Derisa po fliste për marrëdhënien e tyre, banorja në një moment përfshiu ish konkurrentin Xumallushi, i cili shprehu një pëlqim për të. Xumi më pas reagoi në rrjetet sociale me anë të një postimi të shpërndar në Instastory. Ai shfaqet i ashpër me Eglin duke i thënë se hyri brenda për të rregulluar imazhin, pasi pa situatat nga jashtë. Tjetri ta ka thënë në sy 1000 herë, nuk kam ndjenja e të tjerë. Ta ka prerë 1001 herë, me që the që s'mban përgjegjësi që ma preve mua, kështu që bëu reale, kokër manjake. Se sa rrite dot me balojën dhe s'të funksionoi, dole jashtë pe çfarë degradimi kishe bërë vetes dhe hyre prapë për të larë çelin me kamomil, u shpreh ai. Ndër të tjera vazhdoi: "Nuk të jepja më pikë rëndësie, as të përmendja emrin, por me që më përmende emrin tim, tung dhe ruaj ndjekësit se po shkon grop." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.